Skënderajt, kam marrë këtu me gjithë familjen dhe me prindit e mi, kurse motrën e kam larur në Kosovë me 2 qika dhe vllavin e kam në Kosovë. Dhe prandaj do kthejmë sa më shpejt në Kosovën e lirë dhe s'ka Serbi që na ban, se jemi shumë kosovarë dhe nënat kosovare nuk shfarosen. Janë 1739 refugjatës. Plani ishte për 500 veta dhe ardha është 1739 vetë. Kemi shumë vështirësi lidhur me ardhjen e refugjatëve, për arsye se nuk ishim të përgatitur tërësisht për të pritur një numër kaq të madh njerëzish. Këtu në Golem ishte përgatitur një qendër që pranonte rreth 300 vetë, me gjithë porositë e ardhura vajti deri në 430, mirë po me një numër prej 3000 vetësh, pothuajse është e pamundur, vështirësitë janë shumëta, problemi i ushqimit, problemi i mbulesave, i krevateve, i gatimit të ushqimit për këta refugjatë, problemet të tjera që kanë për sigurinë e tyre. Këtu kemi atashuar një ekip policie plus masave që ka marrë pushteti lokal.